Përzjeni vaj ulliri dhe limon, thoni lamtomir këtyre problemeve shëndetësore. Vaj ulliri dhe limon janë një recetë natyrale për të ulur nivelin e kolesterolit në trupin tuaj. Prej shumë vitesh, ekspertët e kanë përdorur këtë recetë në kombinim vajin e ullirit dhe limonin edhe për shëndetin e mirë të trupit dhe të organizmit, ndaj edhe mund t'i jap gjithashtu përfitime të mira për shëndetin tuaj. Ekspertët cilësojnë nëse kjo recetë fantastike mund të sjellë një sër përfitimesh për organizmin nëse përdoret ashtu si duhet dhe në momentet e përshtatshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo mund të ndihmojë në detoksin më të mirë të trupit. Përzjeni vaj ulliri dhe limon dhe është një zgjidhje shumë ideale edhe për të gjithë trupin edhe për organizmin tuaj në tërësi. Ky lëng duhet të konsumohet përpara ngrënies së mëngjesit dhe funksionon në mënyrë perfekte për shëndetin tuaj. Do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin e zemrës. Sipas Healthline, vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore që reaktivizojnë qarkullimin e brendshëm të gjakut, duke eliminuar kështu kolesterolin e keq. Vaji i ullirit largon inflamacionin dhe pajis trupin me vitamina esenciale të rëndësishme. Ai është i mirë kundër problemeve inflamatore. Vaji i ullirit dhe limoni janë receta natyrale për të ulur nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Do të ndihmojnë gjithashtu edhe në problemet reumatizmale. Sekreti i suksesit të recetës kundër reumatizmës qëndron te vlerat kundër inflamacionit. Nëse e pini këtë recetë rregullisht me stomakun bosh, mund të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, ky lëng njihet si lëngu i artë i organizmit. Vaji i ullirit në kombinim me limonin mund t'jap përfitime të mira laksative, sidomos kur konsumohet me stomakun bosh. Kjo recetë natyrale është një përzgjedhje shumë e mirë kundër konstipacionit. Vaji i ullirit me limon është një mundësi shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të mëlçisë dhe do t'jap gjithashtu rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit. Ky organizëm mbushet me toksina fal ushqyerjes së keqe. Një ndihmë për të mund t'i jap vaji i ullirit në kombinim me lëngun e limonit, që mund të ndihmojë dukshëm në këto situata dhe të mbajë larg komplikacionet e njëpasnjëshme. Ekspertët shtojnë se duhet të shtoni edhe këtë produkt fantastik në dietën tuaj, edhe për të përmirësuar organizmin dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tyre. Shtimi i këtyre produkteve natyrale në dietën tuaj do të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin e mëlçisë. Duke konsumuar lëngun e limonit në kombinim me vajin e ullirit në mënyrë të rregullt, do të përmirësoni funksionin e saj. Kjo recetë është e mirë edhe për sistemin tuaj tretës, duke mbajtur larg komplikacionet e tij dhe duke siguruar në mënyrë të rregullt një shëndet të fortë dhe duke evituar kështu komplikacionet e njëpasnjëshme. Lëngu i limonit me vaj ulliri mund të rekomandohen edhe për probleme me tretjen dhe aciditetin e stomakut tretës. Ky lëng ka efekte të mira qetësuese për problemet e stomakut, sidomos kur konsumohet esëll. Lëkura, thojnë flokët, mund të përfitojnë më shumë nga vlerat e kësaj recete. Vaji i ullirit në kombinim me lëngun e limonit është një recetë ideale për njerëzit të cilët kanë thonjë të brisht, akne dhe çrregullime të pahashit të lëkurës. Ky lëng është i pasur me antioksidant që luftojnë në shenjat e moshës, rrullat dhe njollat e errta në lëkurë. Vaji i ullirit me lëngun e limonit është gjithashtu i rekomanduar për të trajtuar zbokthin, rënien e flokut dhe duke masazhuar atë edhe pas larjes. Kjo recetë fantastike mund të ndihmojë në shumë aspekte të shëndetit. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do t'ju lejojë të merrni përfitime maksimale në dobi të vlerave të shëndetit. Ai njihet për efektet pozitive në shëndetin tuaj të zemrës që shkojnë përtej saj. Ndaj në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i vajit të ullirit në metodat tuaja natyrale të ushqyerjes, duke evituar kështu edhe komplikacionet dhe duke sjellë rezultate më të mira shëndetësore për organizmin tuaj. Përdorimi i këtyre recetave në mënyrë të rregullt do t'jap përfitime të mira për shëndetin tuaj të lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen, entjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen e rrullave dhe problemeve të ngjashme.
ndaj përdoreni atë si një prej recetave më të mira natyrale që mund të ndihmojë organizmin dhe të evitojë gjithashtu komplikacionet e tij. Shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore si një përzgjedhje afatgjatë ushqyese mund të jetë një nga metodat më të mira për të filluar ditën dhe për të evituar kështu komplikacionet e njëpasnjëshme. Vaji i ullirit do ju ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt trupor dhe në mbrojtjen më të mirë të shëndetit tuaj në përgjithësi. Shumë studime kanë treguar një zëri se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka një efekt pozitiv në peshën tuaj të trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës së tepërt. Shtimi i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit, gjithashtu edhe në betejën kundër problemeve të shëndetit të dobët të kujtesës. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave tuaja të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë edhe sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Përdorimi i vajit të ullirit në recetat tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Vaji i ullirit është një mundësi e çmuar për organizmin dhe si e tillë mund të luajë një rol fantastik ushqyes për shëndetin dhe për të evituar kështu komplikacionet e kockave. Vaji i ullirit i ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu me vajin e peshkut, një prej elementeve burim të acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit, ekstra i pastër përmirësojnë kështu edhe elementet ushqyes në dhimbjet e kockave dhe ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen kryesisht nga artriti. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të zvoglojë edhe inflamacionet. Pasurimi i dietës suaj me përdorimin e vajit të ullirit mund të ndihmojë gjithashtu kundër ulçrave të zorrve. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteriet dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Ndaj përdorimi i tij në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore do të luajë një rol parandalues kundër këtyre inflamacioneve dhe do të nxjisë gjithashtu të keni një organizëm më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe të evitoni kështu problemin e radikaleve të lira. Edhe pse vaji i ullirit është një produkt fantastik për shëndetin tuaj, përdorimi i tij me kujdes dhe brenda normës së lejuar do të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe do të evitojë gjithashtu komplikacionet e tij. Vaji i ullirit është një produkt fantastik ushqyes që mund të luajë një rol të mirë parandalues në luftën kundër inflamacionit dhe gjithashtu parandalimin e inflamimeve të tyre. Ndaj, nëse doni të merrni këto të mira për shëndetin tuaj, shtojeni rregullisht vajin e ullirit në vaktet tuaja ditore. Ai është një mundësi shumë e çmuar gjithashtu edhe në luftën kundër problemeve të sheqerit të lartë në trup. Vaji i ullirit mund të jetë sekreti i uljes së glukozës. Ai e mbron trupin nga diabeti tipi 2 dhe mban larg gjithashtu problemin e radikaleve të lira. Ndaj shtimi i tij në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një ushqyes të veçantë për shëndetin dhe një lehtësues i inflamacioneve të tij. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit një prej recetave më të mira në ndikim të shëndetit dhe parandalimin e inflamimeve. Ndaj, nëse doni të merrni këto të mira për shëndetin tuaj, vaji i ullirit duhet të konsumohet në mënyrë të rregullt. Vaji i ullirit është i pasur me lëndë ushqyese antioksiduese yndyrna të ngopura dhe lëndë ushqyese antiinflamatore që parandalojnë sëmundje të ndryshme, luftojnë radikalet e lira, ulin nivelin e kolesterolit dhe parandalojnë plakjen e parakohshme. Ai ka dobi të mira për shëndetin tuaj. Vaji i ullirit ul kolesterolin e keq dhe që rezulton në uljen e problemeve të shëndetit të zemrës. Ai do të rrisë sasinë e kolesterolit të mirë duke ndihmuar në funksionin më të mirë të enëve të gjakut. Ai parandalon formimin e trumbeve. Personat që konsumojnë 2 lugë vaj ulliri në ditë kanë një rënje të kolesterolit LDL dhe ngren nivelin e substancave antioksiduese në gjak, të cilat kanë efekte pozitive në mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Vaji i ullirit do të ulë presionin e gjakut dhe ndihmon në terapinë tuaj kundër hipertensionit. Ai ndihmon në funksionet optimale të trurit si dhe në shëndetin e mbar kockave, sidomos edhe në absorbimin më të mirë të kalciumit nga organizmi. Vëmendje.
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.